Dhe kjo ndodh faktikisht ndonjëherë edhe me fakte ilustruese. Të gjithmonë duhet ndaj ato çka është reale si problematikë si udhkyq dhe çfarë është e imponuar në një farë mënyrë. Çfarë u dhemb juve individualisht? Ajo çka është reale si udhkyq pra është defekt apo ajo çka është e imponuar në një farë mënyrë nga jashtë? Ose e diktuar në një farë mënyrë, e manipuluar? Nuk mungojnë të dyjat. Të dyjat në dhembin, mirë po ajo që është neve që na mungon, që na dhem neve është ajo realja, ajo e jona. Ajo është e jona. Një herë, një Gjerman pytet, që të deshifrojmë këtë bëth. Si është e mundër, jo Gjermanë, disa herë gjatë shekullit kaluar, ishit humbës të mëdhenj, lufta e parë botërore, lufta e dytë botërore. Mirë po ju gjithmonë po dilin në sipërfaqe dhe po udhëheqni botë. Jo vetëm humbës në kuptimin faktik dhe materiale, por dhe të diskredituar në aspektin moral. Përgjegja që e dha, mendoj që është e vlefshme për neve. Tha, ne Gjermanët kemi koka të mençura të dy. Dhe ne si popull e dim kush janë ata, ndërsa ne si popull ata i pasojmë. Dhe thonë, ne kemi koka të ndritura, por ne jemi popull që ata i pasojmë. Ata neve na mësojnë çdo udhkyq si me u gjinë. Ky është një problem që vazhdimisht po na përcjell, që ne mos t'i ndëgjojmë, mos t'i pasojmë dietarët. Dhe ky po shkakton konfuzion të madh pastaj. Tjetri problem, tjetri defekt i madh është për shembull, ne e dim që Zoti ka thonë, më i miri prej juaj është ai që është më i devotshëm. Mu më dhem, pse gjeneratat e reja nuk kanë dëshirë me qenë devotshëm, por me njëherë dëshirojnë të spjegojnë diçka. Nëse më i miri për juaj është i devotshëm, atëherë le të bëjmë devotshëm. Nëse bëjmë të devotshëm, ata që janë atje do të vinë pas. Nuk kemi nevojë na me sqaru shumë gjëra. Masën e orientuar në xhami të orientojnë më mirë, që pastaj masa që është jashtë xhamie shumë lehtë do të orientohet. Ne e kuptojmë pyetjen se kemi shumë sulme jo reale. Që thash, kemi shumë sulme jo reale. Muslimanët nuk janë terroristë. Muslimanët nuk kanë bërë lufta ka 200-300 vite. Muslimanët nuk e kanë sulmuar askënd. Muslimanët nuk sulmojnë. Muslimanët janë shpirtë vetë. Neve na kanë sulmuar serb. Vashniak i kanë sulmuar Serbia. Muslimanët në Afrikë, në Azi, në shtëpia të tjera janë. Ata në asnjë terminologji dhe koncept apo nocion nuk mund të quhen terroristë. Ka shku dikush te musliman po i vran, e po thot terrorist, nuk është e mundën.